du. Kur Messi nuk thot, më falni, nuk lim, do të thonë, kombi dhe feja nuk e the mirë, në sport nuk ka, po kur Messi nuk e përkra që ne jemi në diçka përqind musliman, dhe gjithmonë thot me një nëse ka do një penalti, bismillah. Edhe musliman i dimon gjithmonë besimit islam, dimon aktivizon, dimon në tana anë Ronaldo. Kurse Messi është kundër Kosovës, Messi është kundër gjithë shkaje. Nuk mund është me vonë nuk jam Messi, se Messi nuk është në politikë që më ta njohë Kosovën, apo kupton, nuk është Kolumbia. Është diçka tjetër që apo thu ti, nuk mund Messi më ta njohë shtetin ty. Nuk jemi këtu që i gjykojmë atë si person, ne gjykojmë si lojtar. Ne gjykojmë si lojtar, por shumë e thjeshtë është. Pastaj si person mund të jetë megjithmonë shumë negativ. Për mua është thash labi për këtar si bajti për Amerikën edhe Anglinë. Ky sepse është i jemi, edhe shqiptar, edhe kam qenë me pa do një ekip më të madhështor se Messi. Bollkua e Messi ka kalu bollkuar ka. Nëse folëm me dashni edhe me ato që dojmë nati i gabim se na nuk mund mos me dosh do, edhe secilin shqiptar. Unë ula për Zvicrën kur luan Zvicra na shta 1 orë 2 orë para se më janë Zvicra me prit Granit Xhokën kalon ambasadorin ton. Unë mendoj që është ambasadori shqiptarëve. Por që unë e du Messin tash nuk mund me më gjykuti mua pse unë du Messin. Po ndohet e pas ke bënë e du lojën e Messit. Jo Messin. Unë e du më shumë Granit Xhokën. Në atë aspektin që du ti. Amo lojën e Messit e du. Amo Granit Xhokën e du se shqiptar, e du këto që është shqiptar. Amo lojën e Messit nuk mundesh më hu kërkush me dashur, apo kupton? Është kënaqësi për syrin. Apo ne lobi. Pa diskutim. Nuk se pas ke bënë ofertë shumë shtrejt Messit për të villa. Që është reklam. Të villa. Bani ty një dy si unë në 160, kënom është sot njeriu s'mund të bëni shtëpi, lërë më 160. Po ja ke moj shtrejt dhe se ka blejt e tili, prandaj pas ke Jo, mori ka not. blejt do lojtarët e unë, Milot Rashice, Messi. Edhe shumë lojtarët e tjerë. Kam blejt, kam krenari dhe knatësi që edhe kam këndu për Gjakën.